Panella e që kemi për botrorin dhe kemi ca detajet veçanta këtu. Dhe shikoj pak, kjo shqiponja duket e veçantë, domethënë kemi këtu kokën e shqiponjës vazhdon deri poshtë, po ta shohësh të këmbë ka një top futbolli. E shikon këtu që tregon ekipin kombëtar normalisht. Këtu është natyra shqiptare. Është flora fauna, këto janë malet shqiptare që duken kështu. Ka vu malet aty. Edhe lumenjt. Është një zog, një lepur këtu poshtë. Po ta shohësh diellin, është era që fryn. Pra komplet natyra ndodhet lulet që tregon natyrën shqiptare. Nga krau tjetër te krau që ka shqiponja, kemi natyrën e ekipit kombëtar. Pra kemi këtu dy krahë që ka shqiponja kur e bën me duar, ke parasysh? Po, është ai simboli që kemi të gjithë. Kemi zemrën që tregon për ekipin kombëtar. Një dhel për Dinaka me një top futbolli prap tregon që kemi ekip Dinak fush, edhe ky ylli këtu me 4 cepa tregon që kemi hyjen fush dhe që vinë atë 4 anë të botës, e kupton? Po krahu që ka shqiponja ka 11 flet, që tregon 11 lojtarët e ekipit kombëtar. Dhe më bukur afare këtu, që mua pëlqeu shumë fare. Po sa të mësoj sy mu dhe kësaj pash. Ka një fytyrë këtu. Është fytyra e heroit tonë kombëtar, gjë që ka sjellë Skënderbeu, me mjekrën poshtë vazhdon. Dhe ky gjarë për këtu ç'është? Po ta shohësh, këto shohin nga njëra tjetra, dhe shqiponja dhe heroi janë këtu. Dhe në mes ndodhet armiku që është gjarë. Kanë rrethuar mikun. Pra kanë rrethuar mikun. Pra gjithë kjo është kuptimi i shqiponjës që ne kemi dhe më duket shumë e bukur gjithë këtë detaj apo. Shumë, ky kishte vendet e krahët. Vendet e krahët. Edhe këtu e kemi, po një shpjegim. Këtu kemi ekipin me detaj dhe aty kemi natyrën. Po. Shumë e bukur, shumë e bukur. Kjo ka vetëm të kuqe dhe të zezën fër? Edhe e bardhë është e dyta. Është edhe e bardhë. E kuqe e para, e bardhë e dyta dhe e treta e zezë. Super fare. Ne kishim fatin që i morëm te Intersporti këto, kështu që kush e do te Intersporti i gjen atje. Po kush e ka tjetër këtë fanellën? Kush e ka tjetër? E ka një tifoz shumë i veçantë. Tifoz i 12. I 12. Lojtari 12. Lojtari 12. Kështu quhet. Po di kush është? Ja ku kemi Albani që na vjen. Oh, bravo Alba, bravo. Albani tani që Albani do ulet, ulu Albani. Okej, ulu Albani. Ulu se e lodh. Tani Albani për ata që nuk e njohin, po, do jetë na mora pak mikrofonin Alban. Albani do jetë maskota e kombëtarëve shqiptare. Dhe e europianit që bëhet tani, U17 që bëhet të vitit në Shqipëri. Ky do jetë edhe në ndeshjet e kombëtarës. Albani do jetë në ndeshja Shqipëria-Andorrë. Alban, na morë gjithë mikrofonin. Tani Albani do jetë në ndeshja Shqipëria-Andorra. Për herë të parë del ky lajmi që Albani do jetë në fushë para ndeshje, do shkoj të takoj tifozët 1 nga 1. Dhe do dali fushë aty me ekipi kombëtar. Super fare. Tani Albani vetvete është krijimi i tifozëria. Ka numër 12 mbrapa, lexon dhe Alban, ja ku na tregon Albani vet. Pas ka dhe uniformën e re. Dhe do shoqëroj ekipin kombëtar deri botrorën që shkoj. Ore, ti kishin bërë ca pyetje Albanit, si mendon? Përgjigjesh do ti Alban? Jo, të përgjigjet me kështu me reagime, okay. Po, me reagime. Hajde. Alban, më thuj pak si do reagosh kur kombëtarët shënojnë gol kundër Anglisë? Wow. Bravo. Po. Alban, po na thuj pak si do reagosh kur Shqipëria të humbi i rast para porte nëse e humb. Albani që është shumë tifoz. Alban, që do bësh që po të fitoj Shqipëria botrorin? Mere trofeo. Bravo Alban, bravo. Qa po ndodh Alban? Tani, unë them... A do jetë Albani me vërtej që do na hapi botrorin? Ti, a? Po, tije. Po. Na fal. U thëm ta lem Albani tiki se Shqiponja duhet jenë të lira o shumicën e kohës. Me botrorin me vetë Alban. Alban, merr botrorin dhe ik. Urojmë të takojmë finale botrorin.